Shëndetësia në Kosovë përballet me sfida të mëdha në raport me disa vende të rajonit, sidomos në aspektin e infrastrukturës dhe financimit. Kosova ka bërë përmirësime, por ende mbetet prapa vendeve fqinje në disa indikator kryesor shëndetësor. Kështu vlerëson Driton Ukmata, ekspert për menaxhim shëndetësor. Fatkeqësisht ne nuk qëndrojmë mirë krahasim me vendet fqinje. Parametrat flasin. Ne shpenzojmë dikun rreth 4% të bruto produktit vendor për shëndetësi. 4.2, 4, që aty dikun është. Maqedonia i shpenzon 8. Shqipnia që është ma e dopta mas neve i shpenzon 5.3. Evropa i shpenzon 12%, Serbia 9%. Dhe më thonë, na shpenzojmë për gjysmë ma pak se Maqedonia. Ta qëndrojmë qëtu afër ku jemi. Mandej në aspektin e kapaciteteve infrastrukturore, na i kemi diku rreth 2.5 shtretër spitalor për 1.000 banor. Kur Maqedonia i ka 4.5. Serbia i ka 6-7. Shqipnia i ka për 1.5. Dhe më thonë prap qalojmë në aspektin e infrastrukturës spitalore. Eksperti Ukmata në emisionin Med Plus ka përmendur edhe një tjetër problem, ku ka qaluar shëndetësia kosovare. Sipas statistikave të odës mjekve i kemi për 5.000 e diçka mjek, por asnjëherë nuk mirret parasysh fakti që pe këtyre 5.000 disa mjekve sa i kemi aktiv. Sa janë jashtë shtetit që ju ndalë për shumë vite, sa janë aktiv, sa janë në pension. Edhe nëse bojmë një analizë tillë, dikun rreth 3 mjek për 1.000 banor në Kosovë. Kur ndërsa në sistemin publik kemi 1.5 mjek në 1.000 banor. Kur Evropa i ka 4.5 mjek në 1.000 banor në sistemin publik, masi po fokusohemi te sistemi publik. Dhe më thonë, këto elemente e krijojnë një situatë ku pacientat nuk mundën me qenë të kënaqur me shërbimet e sistemit shëndetësor dhe lypin qarë diku tjetër. Kjo pak është edhe puna e shprehis, se sistemi ka qenë shumë keq edhe tash është kriju ajo mendësia që me të drejtë, që sistemi nuk funksionon edhe njerëz për një gjë më të vogël shkojnë në shkup. Por në përgjithësi njerëz me përgjigj shkurtimisht me bëni farë përmbledhje të kësaj pyetjes tone, për probleme më serioze njerëz shkojnë jashtë Kosovës. Edhe kanë me vazhdu me shku edhe një kohë gjatë. Tutje doktori Ukmata vuri theksin edhe te ligji për sigurime shëndetësore, i cili ka bërë disa lëvizje së fundmi, por doktori është skeptik për mënyrën e implementimit të tij në një periudhë të shkurtër. Ligji është lehtë mu bë. Mbledhja e kontributeve është lehtë mu bë, fondi është lehtë mu bë, po kush do me implementua atë projekt? Pse po thëmë këta? Mas pari, sistemi informativ shëndetësor nuk ekziston. Është i fragmentuar. E dyta, kapaciteti administrativ i klinikave tona, pra po flasim për sistemin publik shëndetësor, është shumë i vogël. Duhet zhvillim shumë i madh i administratës klinikave për me mujt me u marrë me procesimin e të gjithë dokumentacionit, DRG-ve, plotësimin e nevojave për me i bo këto. Nëse unë mendoj që kam i vit diku rreth, nëse vazhdon, nëse aprovohet edhe vazhdon me qenë, nëse qeveria e ka si prioritet, i vjen ja 5 vjet për me u funksionalizu. Nëse nuk e ka si prioritet edhe nuk mirret seriozisht, prap ka me qysh ka deri me tash. A është mirë me i pas sigurinë shëndetësore? Është shumë mirë. Një menaxhim më i mirë i nivelit sekondar dhe terciar, shfrytëzimi i aseteve ekzistuese, akceptimi i inovacionit e teknologjisë dhe riorganizimi i punës në klinika do duhet të ishin prioritetet e secilës qeveri, me qëllim që shëndetësia kosovare të jetë në trend me vende tjera, tha mes tjerash doktori Ukmata. E mëson punën,